Miq të Pisk System, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë në këto kohë trazirash dhe luftrash që po përshkallëzohen edhe pse duket sikur ka një armpushim sipas njoftimit të presidentit të botës dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që çfarë thot ai do të bëhet dhe nuk ka se si të ndryshohet fjala e tij dhe sot ka marrë edhe le të themi kompetencat e vetë krijuesit të qiejve dhe tokës, botës, njerëzimit, të gjithë njerëzve, ne madje nuk duhet marrim frymë pa nënshkruar ai thotë filani do të marrë frymë sot dhe vazhdoj jetën e lirë. Në demokraci, si thuhet, që është baza e demokracisë, Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe luftrat që po ndodhin. Shteti i Izraelit dhe një pikpyetje tjetër që sot po shtrihet më shumti, është diskutuar edhe herë tjera, që është popull i zgjedhur i Zotit. Për gjitha këto pikpyetje, sot kemi si gjithmonë çdo javë në Pisk System, kemi edhe Aleksin. Alex, të falenderoj shumë që gjen kohën edhe në këtë lloj situatash ku ndodhet në bota, njerëzimi, pse jo, ndoshta edhe nesër, ndoshta nuk mund të jetë e largët edhe për Shqipërinë, se janë gjëra që ndikojnë. Dhe gjithë bota po ushqehet me këtë gjë. Si po e sheh situatën, më pas do të kalojmë edhe tek pjesa e kësaj që ne do ta kemi si kryefjalë të gjithë temës tonë dhe që unë vetë në gjykimin tim nuk e di, do doja një analizë tënde që edhe këto luftrat sot po ndodhin për shkak se po konsiderohet dhe është thënë që në Bibël, madje këto kohë po diskutohet shumë, që Izraeli është popull i zgjedhur i Zotit. Si po e sheh situatën e luftës tani? Çfarë po ndodh? A jemi për mirë, po shkon po tërhiqet, po gjet, le të themi ka një lloj paqe, një lloj tërhiqje të palëve apo duket sikur? Gjithmonë duket sikur, gjithmonë bëjnë sikur. Gjithmonë do të marrim atë se çka na thon, pra Trumpi mori merita shumë të mëdha që shive çfarë bona unë. Arrita që të kem arpushim dhe të tërhiqen palët, vetëm pas ndërhyrjes që bëri Amerika në Iran. Po, hyrja ai aty si bën rolin e nona e botës që do japi zgjidhje problemeve. Por kemi thënë që do të marrim të kundërtën, ajo është që e impleks situatat për ta bërë më të koklavitur dhe më të keqe. Kështu që nuk po ecim drejt më të mirës, po ecim drejt më të keqes. Edhe madje që në mandatin e parë ai kishte thënë që neve prioriteti jonë i madh është që të bëjmë ato që janë në interes të Izraelit. E ka hapur. E ka thënë hapur pra në mandatin e parë, në zgjedhjen e parë si president. Nuk e di sa e mbajnë këtë gjë. Plus që ka goxha material për të kërkoni që shkon atje në Izrael te muri i lotëve që quhet, ajo pjesa e tempullit Solomonit që ka mbetur e pashembur dhe shkojnë aty me atë kapuçin e zi atje, fusin ato letrat atje te muri atje. Jo vetëm ai, por shumë lidera të botës atje paraqiten te ai mur. Që tregon domethënë që i ke gjithë aty mbështetës për krahas. I ke në rresht atyreve bobave atje që komandojnë botën. Ata janë pak 1% shumë e vogël. Po e bën lëmë gjithë botën. Sa kanë lekë në dorë ata. Kanë ndikim në çdo qeveri, në çdo pushtet kudo i ke futur ata. Edhe Trumpin ata e vendosën. Kishin bërë dhe një pakt në fillim që do bësh, tani e tuti çfarë themi ne. Po ti do e paraqesesh. Edhe kështu që vendosën ata aty, kështu që mos ta marrin sigurisht ai shpatimtari i madh dhe u zgjodh me votën e njerëzve, është aty pastër për të shërbyer interesat e Izraelit, të popullit të zgjedhur. Populli i zgjedhur. Por si është kjo e vërteta e kësaj popullit të zgjedhur, Alex? Çfarë flitet sot nëpërmjet medias dhe këtij lavarësh zhitrurit që bëhet gjithë njerëzimit? Njerëzve. Duan patjetër. Si është e vërteta, pra si kalon? Pra është e vërtetë që kalon në Bibël, domethënë siç e citojnë ta që në Bibël shkruhet që Izraeli është populli i zgjedhur i Zotit? Duhet të themi që ishte, nuk është më. Pra si është historia? Është çështë kohe. Kalojmë pak në kthehemi në kohë. Po në 10-ën e vjetër gjithë skena ishte përqendruar te populli i Izraelit. Që u përdor pastaj Mojsiu që të dilën nga skllavëria e faraonit nga Egjipti. Edhe patën atë endjen 40 vjeçare për shkret të tjerë. Edhe në një moment ata deshin ujë populli atje. Edhe ishte një shkëmb aty që Mojsiu ra me shkopë doli ujë. Ajo simbolike e asaj ishte që nga ky popull, sepse ka një term ata,
populli kokfort, kishte populli më kokfort në gjithë fiset e asaj botës atëre. Për Izraelin e sotëm, pra për popullin që janë sot që ka qenë dikur. Po, ata janë sot ata janë vazhdimi atyre. Po vazhdimi pra, prandaj e thash edhe. Edhe ai guri që doli uji që ande Izraelin simbolizonte, domethënë që nga ky gur, a del uji nga guri, simbolizonte Izraelin, aq kokfort ai ishin ata. Edhe vazhdimisht devijonin ata nga Zoti. Po çfarë në kuptimi ka një mesazh kjo që edhe nga i gur doli uji, domethënë? Po që nga ai, domethënë nga ata do sjellë shpëtimin Zoti. Më bravo, domethënë të përdorte ata që ishin më mushkat, më që s'mbushnin, populli më i vështirë që ekzistonte. Për të treguar edhe vetë Zoti fuqinë e tij, domethënë që unë nga guri nxjerr ujë. Edhe ai guri akoma nxjerr ujë sot. Nxjerr ujë. Nuk ka shtëruar. Tani nga momenti pastaj që gjithë 10 vjetër bën fjalë për ardhin e Mesias. Gjithë profetët aty referoheshin ardhjes së Mesias. Bëshin fjalë për atë, edhe kishin dhënë plot shenja që do ketë këtë i kishin parë. Zoti ja kishte treguar me anë të profetëve se si do ishte Mesia kur të vinte. Kishte dhënë shenja. Shenja, po. Tani ata të kohës që erdhi Mesia më së fundi para 2000 vjetëve, ata i shikonin shenjat, po si kuptonin, sepse ishin të fiksuar, do të thojë që sepse tani i erdhi Mesia dhe tha pretëria ime nuk është për kësaj bote. Ata thanë pitëlla ça, ne dum që ti ishe për kësaj bote. Dum pushtet bote. Nuk dum tani në qelli atje si për hënë se këto me radhë. Si kuptoshin, pra nuk lidheshin dot. Po, unë erdha, i tha Mesia, unë erdha tu për të dëshmuar të vërtetën. E vërteta jam unë. Pra e vërteta është person. Edhe ata thanë, ato mërzitën te kjo pjesë, sepse ata donin që kishin kriju iluzion tjetër, pritshmëri tjera. Komplet pritshmëri tjera. Domethënë që të tipit të hiqnin prej tyre pasuri, gjëra të prekshme. Po, siç po sundojnë sot ta kenë. Po që do arrisin deri sot. Edhe donin si fillim të hiqnin zgjedhjen romake të asaj kohe, se Roma ishte superfuqia e asaj kohe. Pushteti asaj kohe. Siç është Amerika sot, po që tashmë s'është monopol, ka edhe Rusinë dhe Kinën tani. Ka prish punë kjo pjesë atyre. Edhe nuk e pëlqen këtë gjë. Është për qielli të thoshte. Jo valla ne duam për tokës, mbretërin. Të zgjerohen, të jemi njëshat e botës. Komandojmë gjithë fiset e tjera. Ata tani ç'a bën? Ata dërnë gjeni një shkak që ta hiqnin qafe. Se po i prishte punën por. Me ato gjëra që po thoshte. Se nuk po thoshin ato gjëra që i interesonte këtyreve. Po. Kupton, donin një Zot sipas interesave të tyre. Nuk donin atë. E bukur kjo shprehje që citohet shumë, citohet, por jo shumë e kuptojnë. E vërtetë është, e bukur kjo. E donin sipas një prerje edhe një. Pra ti don të vi edhe Mesia, pra të vi edhe shpëtimtari ose profeti, i dërguar i Zotit, ndërkohë që këto duan si e duan vetë. Po jo do vi si ka dërguar Zoti, me misionin e vet, jo siç e do ti. Pra interesat e vet njerëzve. Po, edhe interesat tona nuk janë asnjëherë, le të themi, në aq të drejta në raport me atë se si e ka ndërtuar krijuesi. Zoti është i drejtë. Ne fusim interesat tona se futet dikush tjetër. Aty do dalë ai tjetër, ai pastaj në ai devion rrugës, prandaj edhe është keq kuptuar dhe gjë. Kështu që le të lëm fjalën Aleksis, si duket sikur. Dëgjon? Edhe do donin gjeni mënyrë që ta hiqin qafe. Që ta vrisin. E kanë qef atë pjesë ata. Edhe arritën pastaj ta çonin në kryq. Kupton ti? Unë erdha tek ju, tha të mitë erdha dhe ju më përsekutuat, më përndoqët, më bën gjithat 1000 zezat më bot. Edhe tha një fjalë midis të tjerave shumë të bukur, gjimte Ungjilli Mateut këtë. Thoshte atje, Izrael që gjithmonë i vret profetët e mi, thoshte. Aty po flisë si Zot. Pse ashtu ka ndodhur historikisht edhe me profetët e tjerë? Po në gjithë jetën e vjetër, Zoti dërgonte profetët që të sillte popull. Po tek ai popull. Pra ne po them ishte i zgjedhur. Po. Edhe sa herë që dërgonte profetët për të sjellur në vete popullin e Izraelit, ata i shkonin në vristin në burr. Se ky po na prish punëve, se profetët ishin si një krisht i vogël, si një mesia i vogël. Pastaj erdhi i madh i fare dhe ata e vran, edhe atë spytën. Edhe i tha atë para farisejve, priftrimet të asaj kohe, se ata ishin më të qinj. Ata ishin rëndshëm fare. Edhe i than, Izrael, që vret profetët e mi, tha, sa herë kam dashur që të mbledh se jo kloçka zogjt e vet, po ju nuk deshet. Po ja që tani e tutje kjo shtëpi do të mbetet bosh. Do më thënë, u tërhoq hiri, u tërhoq ajo pjesa që nuk jem me populli i zgjedhur. Se ti mund të çove në vrasje, valla. Unë erdha për ju, si ju kisha zgjedhur, dhe ju më eliminuat, ças më bët. Po. Ju thash çaj ju thash, mos së fundi u realizuan gjithë profecitë, edhe erdha më keni para syve,
dhe ju më çut më kryq. Tani e tutje kjo shtëpi do të mbetet bosh, populli i Izraelit. Do të thonë s'do kishte më hirin e Zotit, favorin e Zotit. Edhe tani këtë hir do e marr, do ja jap kombeve tha. Që janë sot krishterët e sotëm. Dhe më konkretisht ortodoksët, se të tjerët s'quhen. Edhe tani Izraeli ç'a bën? Vazhdon atë njëjtën gjë që kishte qenë ato kohë. Ju urrend krishterët, do që t'i fshin nga dheu. Mos të ekzistojnë. Izraeli. Po, siç vran komandantin ton atëre, na ndjekin dhe neve që se Krishti tha, ato që mi bën mua do t'ja u bëj dhe juve tha. Tha troç. Më kush do qëndroj të ndjeki shembullin e tij do kena për ndjekje. Edhe sidomos nga këta, po të shohësh në botë, ka vërtet për ndjekje të ndryshme, po pikërisht të krishterë ne quhemi Izraeli i ri sot. Ne quhemi Izraeli i ri, sepse Izraeli i vjetër u zbraz, nuk ka më. Ky që nuk i qëndrojmë asaj pjese që ishte populli i zgjedhur, po, a është popull pa territor Izraeli sot pse është vendosur sot atje dhe që flitet që është ajo arsyeja e konfliktit që ndodhet sot në Palestinë që ka pasur gjithmonë historikisht atë përplasjen me Palestinën. Po, për territor. Është popull pa territor, pra? Po, realisht nuk ishte. Prandaj edhe në atë kohë nuk ka pasur? Ishte një pjesë shumë e vogël. Prandaj sot ata ndërrojnë Izraelin e madh. Prandaj duan dhe Palestinën, duan dhe Iranin, duan të zgjerojnë dhe e bëjnë me anë të luftës, sa nuk din gjuhë tjetër. Edhe këtu përdorin kartën që ne jemi popull i zgjedhur dhe ne duam çfarë duam vetë. Na takon çfarë duam ne. Po, sepse jemi neve popull i zgjedhur dhe edhe luftën që neve po bëjmë tani e kemi të justifikuar sepse kemi Zotin në krah. Po. Ku Zoti nuk thotë bëni luftë. Kjo është një kartë që e përdorin le të themi gjithë palët, gjithë e thonë dhe kjo është ajo. Po këta e mbështesin edhe me Bibël tani, dalin kështu me por që s'ka lidhje fare. Kupton se Zoti nuk porositi asnjëherë luftë. Krishti tha doja armiqtë tu. Kurse këta armiqtë i fshin direkt, ata i konsiderojnë gjithë botën i konsiderojnë armiq. Neve na quajnë goim, gomer, s'mbushim. Na quajnë të pabes. Vetëm ata janë popull i zgjedhur, akoma vazhdojnë. Sepse ata mendojnë që Mesia nuk ka ardhur akoma. Ata janë duke pritur akoma atë që i shërben interesave të tyreve. Atë që sa plotsoi ai që erdhi, presin që ta plotsoj ky që po presin tani. Që neve në botën tonë e quajmë antikrishtin. Po. Ata duan të cilin ata. Prandaj kanë kushtuar shumë rëndësi asaj të ngritjes së tempullit Solomonit, sepse aty do e fronozojnë ata. Edhe për këtë i shërben dhe Netanyahu dhe Trumpi, këto janë mesianik, quhen mesianik ta, që i shërben këtij plani. Të vi ai do komandoj botën. Di çam bën përshtypje që sot edhe në gjuhën politike ose diplomatike citohet shumë Zoti. Edhe Trumpi në daljet e fundit në luftën midis Izraelit dhe Iranit tashmë që është vendos e gjithë bota duke u përqendruar dhe për të marrë informacione dhe gjithë syt i kemi aty për të parë se çfarë ndodh me zhvillimin të fundit. E citon gjithmonë thot Zoti do. Po për këtë Zot ai. Atë që shkruan aty te dollari, in one God we trust, që thotë, ne besojmë në një Zot, por kush është Zoti atyre? Dhe sipër ke një piramidë edhe ke atë në majt fare ke atë syrin. Ata kanë Zot tjetër, ata i quajnë tjetër person Zot. Besojnë tek ai tjetri, se nga momenti që ti vret Mesian e vërtet, detyrimisht i përket atij tjetrit pastaj. Ai do ja plotsojë rregullat këtyreve, ato interesat e tyre. Ai do ja japi me për shembull, që të kuptosh, aty në Ungjil në një moment kemi një rast. I shfaqet djalli i Krishtit dhe i thot, do t'i jap të gjitha, i tregon gjithë mbretëritë e botës, si i pan kinema me një ekran të madh. I shikon të gjitha këto tha, të gjitha këto janë të mia tha. I thot djalli. Po. Të gjitha këto janë të mia tha, mbretëritë e botës, materjen. Do të t'i jap ty tha, mjafton të më biesh në gjuhë dhe të më falesh. Kush i tha? Djalli. I tha djalli i Krishtit. Më biesh gjë do t'i jap ty tha. Edhe Krishti i tha do t'i falësh Zotit Perëndis tënd tha. Vetëm atij ti takon t'i falësh e t'i biesh në gjunjë. Atij ti takon adhurimi. Si tani ti po kërkon mua adhurim edhe do më japësh shumë materie, ç'a lidhje ka kjo? Ky është robi i sotëm le të themi, njeriu modern ose fiks, ai është njeriu modern, njeriu materialist, domethënë të gjithë ata që kanë përfaqësuar këtë botën materiale, realisht që lidh me këtë botë, i kanë rënë gjunjë atij tjetrit. Edhe Izraeli është i pari që i rënë gjunjë atij tjetrit. Kjo vjen nga bota e errët që le të themi niveli i ignorancës apo dashakësia dhe qëllimi i keq për ta orientuar botën në këtë rrugë. Po kam prirje atë drejt keqes. Ata të Izraelit, populli i Izraelit vjen
nga padituria apo nga keqdashja? Për ta përçuar këtë. Nga momenti që ato ëndërrojnë të pushtojnë botën dhe të jenë të parët e kësaj bote, unë shikoj keqdashje aty. Pse valla, ti mbaj territorin tënd, ai tjetri territorin e vet, prandaj ekzistojnë kufit. Në 10-ën e vjetër thot Zoti i vendosa kufi kombeve, secili të marrë shtëpinë e vet. Po ata gjë kundërshtojnë Zotin. Si do i shemi kufit, ta bëjmë një mishmash gjithë botën, jashtë quajtura globalizëm, edhe timi ne të parët. Po, edhe koncepti globalizmi ne kemi cituar, kemi prek edhe gjëra gjatë edhe në një nga episodet e tjera. Ata janë nga mbrapa globalizmit. Izraeli, ky populli më dashakeqës ekziston. Edhe na dalin disa dhe na thon tani, jo po shiko se është popull i zgjedhur. I ishte më shoku, po ato tregojnë mosmirnjohës. Ata e vranë shpëtimtarin në burr. Në detyrimisht do i shërben atij tjetrit. Nuk na bën ti. Ky është keq kuptimi pra që sot hasin njerëzit. Po, ky është kuptimi, sepse edhe ato që e thon këtë gjë, e thon në mënyrë të seleksionuar, domethënë kapin vetëm një pjesë të gjërave. Qëndrojnë të një pjesë e historisë. Te ajo pjesa domethënë që i shërben atyreve për të mbështetur këtë propagandën. Po vazhdimi nuk e thon. Vazhdimi është ky që tham tani. Sepse Bibla është vjeta vjetër dhe vjeta re, është vazhdim. Një pyetje, le ta marrim pak le të themi si mësuese si gjë. Nëse ky popull ndërgjegjësohet edhe kthehet tek më afër krijuesit dhe nuk lidhet me materien ose me këtë botë. Po. A qëndron pastaj, a mund të themi ne që është populli i zgjedhur pastaj? Po, është vërtet kjo, mirë bërë pyetjen. Mundësia për ata ekziston, dera është akoma e hapur. Po? Por me sa kam lexuar, populli i Izrael do i fundit që ka për ta pranuar Mesien. Do pranoj çik para fundit të historisë. Sepse çfarë do ndodhi tani? Ata do e çojnë planin e tyre deri në fund. Do shkojnë plani, do bëhet, do realizohet. Kanë të fiksuar ta çojnë në fund. Prandaj luftat për atë bëhen. Lufta 2 do bëhet që të krijohesh kombi i Izraelit në 1948. Lufta 3 do bëhet që të përcjellë rendin e ri botror që duan ata. Me në krye Izraelin edhe komandant Antikrishtin, pseudo-mesien e tyre. Do ja arrisin atë qëllim ata. Po jo mas luftës 3. Mas luftës 3 do kemi kështu paqe 30 vjeçare, 35 diku aty. Dihet më vonë, ëh? Pastaj do vi ai që duan këta izraelitët. Kur ta sjellin atë, edhe ai do t'rregojë fytyrën e vërtet se kush është, se djalli s'ka shok apo. Kush i afrohet atij ai është kërmoq. Atëre do e kuptojnë se çfarë i kanë bë vetes. Atëre do e kuptojnë që gjithë këto kohë duke filluar që para 2000 vjetësh, e derisa të arrin atë qëllimin e tyre, ka qenë një vrim në ujë. Do kuptojnë se realisht kë kanë dashur me sjelljen në pushtet. Se këta do japin pushtetin atit. Dhe kuptojnë dhe vetë ata izraelitët. Po, do jenë të fundit që do e kuptojnë, atëre do e pranojnë Mesien e vërtet. Në fund fare çik para fundit të historisë, që mbaron historia që fillon pastaj gjëra të tjera. Atëre do kuptojnë ata, të fundit. Po mirë, me këto që po ndodhet tani, që të kthehen pak në aktualitet dhe ngjarjet më të fundit. Po largohemi drejt luftës së botërore apo ja afrohemi më shumë? Po afrohemi, diskutohet fare. Po jo, me këto më të fundit që këto orë të fundit Trumpi ka thënë që kemi një arpushim, po ndërkohë Irani vazhdon sulmon akoma Izraelin dhe ka bërë të shkeljet, le të themi, të arpushimit. Këto janë prave. Trumpi thotë që e zgjidha thotë gjë konfliktin e botës, me këto lëvizje që bërë. Ai zgjidha. Jo, të flasim për te pjesës komentimit ose se si e po ta zbërthejmë të pjesën këtu. Ta zbërthejmë, po. Shiko, nga që këtyre mos dalim në nivel gjykimi pra si çfarë mendimi kemi ne. Pra si e sheh situatën. Por për te asaj që na servirin, se ajo që na servirin do s'ka lidhje fare me realitetin. Gjithë kjo bujo e madhe, kjo proplasje që ndodhi, po humbisnin pikat ata, se i intereson shumë opinioni publik. Duan të kenë dhe popujt me vete këta. Prandaj po bëhet një reklam e madhe, një propagandë e madhe. Cilin krah po mbani? Jeni me Izraelin apo me Iranin, jeni me Palestinën? Mas impulsin. Po, mas impulsin ata, edhe po intereson shumë që të kenë popujt me vete. Po shikojnë që njerëzit po anojnë Free Palestine, thona ne, jo po Irani sepse Izraeli e nisi, po shikojnë që po humbasin pikë. Tani çfarë mendon këto? Të s'po them në emër. Çfarë mendon tani këta? Të sajojmë një sken vet viktimizimi. Edhe del një Trump aty, edhe thot, do bëjmë arpushim. Kupton, nuk kemi ata 800 që ju po mendoni që po ndërtoni atë konceptin ndaj nesh. Shifaj ne po sjellim paqe. Neve nuk duam.
Edhe po në të njëjtën kohë provokimet nën sken vazhdojnë, nën Rogos vazhdojnë. Që të bëjnë një veprim, një lëvizje të gabuar Iranit, ta presin, ta provokojnë, të bëjnë sulmin ata, edhe të thot pastaj Trumpi, Amerika, ajo vendi i ëndrave. Të thot pastaj shikon, ne vendosëm marrën pushim, ne dëshim paqe. Ata janë të këqinjt. Pap fusin aty ku duan në opinionin e kombeve, e njerëzve. Që ne jemi të mirët. Ne jemi ata që duan paqe. Ata janë të këqinjt. Edhe të vazhdoj pastaj që të kenë një justifikim të fortë pastaj që ta rrafshojnë komplet. Se duan ta rrafshojnë edhe Iranin. Duan që të sjellin, ta zhdukin atë regjim që është atje. Ti si mendon, do të arrijnë atë ditë, do rrafshohet Iranin? Si e sheti? Si gjë? Edhe që të sjellin atë familjen mbretërore që është familja mbretërore e Iranit, që aktualisht strehohet në Angli. Pa ata e kanë në xhep ata. Në anë të kësaj familjes pastaj do komandojnë gjithçka resurset e Iranit, se kanë dhe ca interesa kështu materiale atje. Po, do të kalojmë pak edhe më vonë tek ajo. Po si e sheti, do të ndodhi kjo, do të shfaroset Irani, do të goditet keq, kush do triumfojë nga kjo luftë pra? Kush do të jetë ai që do të fitojë? Tani për momentin atyre interesonte që të aktivizojnë një central konkret bërthamor atje, që është duke prodhuar atë bombën bërthamore, që kanë arritur në atë përqindjen e lartë, që ajo mos të arrihet. Aty kanë sunimin tani. Po arritën të çrronjosin regjimin që është atje dhe të sjellin atë familjen mbretërore atje, ato pastaj kanë nevojë ta rrafshojnë, e komandojnë kollaj pastaj. Mjafton vendosin njeriu e tyre atje. Pra të zhdukin regjimin pra. Ajo është qëllimi. Ajo është qëllimi. Regjimin. Po përse përket asaj se çka na prek ne dhe gjithë botën për çmimet. Është ai diskutimi më i fundit që po shtrihet gjithandej. A do të ketë rritje të çmimeve që dalin pak edhe nga ajo teza që ne kemi thënë gjithmonë që do të vijë një kohë që njerëzit do të shkojnë fshatrave dhe maleve të thella që do të hajnë nga rrënjët e pemëve. Ajo sapo ka nisur. Ka nisur. Ajo që po shohim aktualisht në për lajme dhe këto informacionet, pikërisht është ajo që kemi diskutuar, që tashmë ka nisur. Ka për të shkuar çmimet në stratosferë. Trumpi sikur doli tha mos guxoni thotë të ngrisni çmimet e karburanteve. Ku të çajë rolin luan ai? Është aktor apo burr, domthon ne jemi të mirë. Ka shanse nëse do të ngren do të lëvizin të çmimet do të keni punë, do të keni pasoja të rënda. Po shumë çuni mirë, i do të mirën e botës, prandaj i bën këto thirrje. Kupton? Po do të rriten çmimet, do të ketë një kolbë të madhe të rritjes. Shumë kolbë të madhe, do jetë pa parë, sinqerisht. Do nisi sepse tani është përpjekja ajo që të mbyllet e ngushtica e Hormuzit. Po? Aty kalon një pjesë shumë e madhe e naftës që furnizon botën. Po ai bllokimi i asaj atje automatikisht ka përcjellur rritjen e naftës, ka përshkuar si fillim $5 litri. Do shkoj $5. Si fillim. Edhe kjo ka përcjellur edhe çmimet e produkteve të tjera, edhe ushqimore. Imagjino këtu rrit nafta para disa vitesh, ku ishte situata e luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, 200-300 lekë, 400 lekë ose 500 lekë vjetra plus, dhe ku shkuam jemi në rritjen e çmimeve që ne sot e kemi jetojmë, por nuk pati le të themi ulje, edhe pse ul nafta në një moment, ne çmimeve u mësuam atë. Pra ka gjithmonë rritje, për ulje s'ka asnjëherë, pra përsa për çmimeve gjithmonë rritje. Por kam frikë se me këtë goditje që do shkoj shumë fish. Po. Shumë herë më shumë, pra me aq sa është sot nafta 1800, 1900, le të themi, ose 2000 lekë po e konsiderojmë, të vjetra, do shkoj 5000 lekë domethënë. 5000 lekë, $5 ose €5, shënë si ka. Direkt do shkoj te 500. Te 500. Shumë shpejt tani, edhe si fillim thot Alex. Si fillim. Ka për të shkuar ajo, pastaj do e shikosh ti pastaj sa makina do përdoren. Tani ata që kanë shumë lek, ata do vazhdojnë të përdorin. Po qëllimi i kësaj që pse duan ta bëjnë të gjë? Pse duan që të rrisin çmimet? Po është në plan dhe ajo, ata duan të sjellin një uri tani. Do sjellin një uri globale. Ai kena përmend dhe herë tjera. Kjo uri që ka portar kësaj radhe nëpër botë, krahasuar me atë urinë që ishte gjatë luftës së dytë botërore, do jetë kënd lojra shapur. Do jetë ekstreme fare kjo. Ajo pjesa që do eliminohet 2/3 e botës, 2/3 nga kjo uria? Jo vetëm nga uria, po edhe faktorët e tjerë. Do nisi nga uria. Që do e vazhdoj pastaj lufta. Edhe tërmetet, edhe smundjet, se do lëshojnë edhe viruse këta. Këta kanë për të bërë kërdinë burr. Ato e kanë të plotat e agjendën e tyre që për të çfarros njerëzit apo. Sepse ata tipat që komandojnë botën i shërben atij tjetrit. Ai tjetri e urren njerëzit.
Nëpërmjet këtyreve ai do që të bëj kasapan. Po kush është ai tjetri më burr? Po djalli e burr, ai urren krijesën e Zotit. Që jemi ne njerëzit. Po nëpërmjet kujt e bën ai atë? Nëpërmjet shërbëtorëve veglave të tij. Që vegla e tij më e përsosur është Izraeli sot për sot. Është Vatikani, e ka atë shok në ngushtë atë çunin me të bardhë atje. Edhe Vatikani. Po, këto bashkëpunojnë janë të dy bashkë, të dy kanë ato kapuçat këtu. Vetëm se njëri ka ngjyrë të zezë, tjetri ka ngjyrë të bardhë. Se janë kështu grada, i kanë si janë ato le të themi aktorët që janë në terren në vende të ndryshme, në pozicione ndryshme për të çuar dhe përshpejtuar gjithë atë planin që ka ai, apo jo? Po. I përdor këto mjetet. Tani lutem se e kam pas vazhdimisht meqense morën rrjedh biseda në këtë formë, normalisht kjo është le të themi baza ose stacioni kryesor ku nisi gjithë këqijat, apo jo? Po, ajo është piknisja. Piknisja. Në ka ardhur një pyetje vazhdimisht Alex, një person që na ndjek her pas here në çdo video tonën, unë e vlerësoj dhe konsideroj patjetër jo vetëm personin fjalë, por gjithë ju që na ndiqni dhe keni pyetjet tuaja, kështu që vazhdoni her pas here, na komentoni, na pyesni, na sugjeroni që të jemi sa më afër dhe jush edhe realitetit në temat që ne diskutojmë me Aleksin. Ne kemi trajtuar, nëse të kujtohet, një temë, një podcast ose një bisedë para disa kohësh për sa i përket 5 personave më të fuqishëm në botë. Nuk janë Rockefellerët ose Rothschild dhe këto, por janë 5 tjerë që njerëzit e kanë marrë me shumë humor, me shumë batutë, me shumë komente epike, qesharake. Gjithsesi secili ka mendimin e tij se si është ajo gjë. Ne po bëjmë tonën, ju bëni tuajën, kështu që tu jemi dakord për këtë pjesë. Ne vazhdojmë, nuk është se do të ndikohemi nga këto që thonë që jo e kam pas njërin, e kam pasur duke mbledhur dhinjë, duke shtrydh portokalle në Kret, pra. Atje banojnë ata. Vazhdimisht djali na ka shkruajtur që thotë pyetë pak Aleksin për këto 5 njerëz që drejtojnë me të vërtetë botën, janë fjalë interneti apo info të brendshme. Pra ju lutem, ka insistuar vazhdimisht duke na pyetur, kështu që për respekt edhe patjetër edhe për pjesën tjetër. Nuk janë fjalë interneti. Çfarë interneti? Interneti nuk i referohet fare këtyre. Interneti nuk e shkruan fare këto njerëz. Unë se kam parë në internet. Po si është Alex, lutem, ne kemi thënë por ndoshta edhe për informë rikujtimi edhe pse ka kohë që ne kemi diskutuar atë pjesë. Diçka më tepër për sa i përket këtyre 5 personave që punojnë për atë. Për atë Sykuqin. Po, atë Bririn. Këta janë 5 priftrin më të fuqishëm. 5 priftrin, janë priftrin pra. Ata i marrin mesazhet e atit me anë të ritualeve. Sepse siç ka Zoti priftrin të tij, ka dhe ky tjetër priftrin të tij. Por nga e kundërta. Këta merren me sakrifica kalamojsh, gjakrash, gjonash, që të vijë ai pastaj t'i japi mesazhe. Do të bëj shumë gjëna makabre që të vijë ai të flasi. Se po sa shkele, do ta shkelë shumë fort. Këta janë më hardcore, më të fuqishëm këta të 5-t. Më të rrezikshmit. Edhe shumë pak veta janë referuar këtyre vetë, nuk para i prekin. Këto nuk janë shfaqje asnjëherë, Alex? Kur natyrë as i kemi parë ndonjëherë, as emrat nuk ja dim. Unë këtë e kam dëgjuar që t'i japim. Ose ndoshta mund të jenë shfaqur dhe janë të kamufluar dhe si kemi kuptuar, le të themi. Po edhe ajo mund të jetë. Po zyrtarisht asnjëherë nuk e dim kush janë këta të 5. Kush janë këta të 5? Nuk janë as 4, as 6, janë 5. Por është e vërtet pra kjo gjë, nuk është fabul, nuk është një bejte, nuk është diçka që ku diun mitologji, nuk ka lidhje fare me këto. Është super realitet ç'a mitologji. Është e vërtet pra. Për gjithë që në ndjekin është diçka që është e vërtet, është bazuar në jetën reale dhe ndodhe në Kret. Janë 5, simbolizojnë 5 kontinentet e botës. Nuk janë 7 siç disa që kanë bërë 7 kontinente. Kanë një lloj kuptimi pra. Janë 5 që i shokojnë dhe te loret olimpike ato 5 rrethet. Po. Janë 5 kontinentet. Janë këta të 5-t. Shohim tek ylli që simbolizon Ciapin, që është fytyra e djallit ajo. 5 këndet e yllit. Për çdo kënd është një nga këta të 5-t. Te surati i Ciapit që del në formë ylli, janë këta të 5-t prap, se 5 cepa ka ajo. Prandaj edhe ky Joni këtu doli me atë 5 këtu, e ka fiksim atë 5. 5 me yllin prap. Gjithmonë është ajo 5 gishat e dorës, do të thënë që ne vendosim, komandojmë, kemi dorë mbi gjithçka. Kjo nuk është mitologjia ajo. Ato marrin mesazhe direkte nga djalli, ja japin Izraelit. Pastaj Izraeli ja kalon Vatikanit. Vatikani ja kalon
disa tjerëve që nuk e di duhet me thënë këta apo jo. Jo thoj. Shikoj si funksionon, që ta dini. Djalli jep mesazhe popullit të tij Izraelit. Izraeli pastaj ja kalon Vatikanit. Po kur themi Izraeli shkon bashkë me Amerikën, edhe Pentagoni. Po mëse ne këtë kena thonë, thamë edhe pak si me humor herën tjetër, por tani është ajo që edhe kjo po shihet shumë qartë, është madje pa shohin edhe njerëzit gjithë me këto veprimet e fundit po dalin hapur fare. Aleksi ka thënë prej kohësh, këto po dalin hapur fare, po shihet gjitha gjërat. Po janë bërë pacip. Ne po shohim tani është Izraeli që komandon Amerikën apo Amerika Izraelin, duket sikur Amerika po vendos mbi Izraelin, por doli edhe Netanyahu që e tha, si doli këtë herë tani, doli që s'ka ndodhur më herë në Amerikë, kemi pas një president ose ndonjëherë Amerikën kaq pranë nesh, domethënë. Po është vetë Izraeli që e bën, domethënë, i lun gurët e Amerikës, pra është Netanyahu që mbizotron mbi Trumpin ose mbi Amerikën. Po edhe ai kukull është. Okej, kukull është, po flasim për vendin ku është, përfaqëson Izraelin, por Izraeli është ai që domethënë komandon Amerikën. Ma sa i shoh fund domethënë nga ato gjërat që çapo na servirin. E kemi thënë që po shohim një teatr, shfaqje teatrale ku me kukullas në televizor, mos i merrni parasysh ato gjëra të burr, kërkoni çik vet. Çfarë po thosh për Izraelin? Edhe po ta shikosh, edhe në Amerikë ku merren vendimet, është ajo që quhet Pentagon. Po. Pra, që si të themi ne 5 cepësh. Pra, pa ty 5 çja. E qartë, këto janë ato elemente që i shet ti edhe njerëzit mund t'i marrin pak si kështu, le të themi, por çfarë mund ta thush diçka pak më parë pati lloj reagimi. Pra që nga Izraeli, pra nga ai zinxhiri se si zbresin këto mesazhet. Si zbresin këto. Pa këto elementet, okay, janë qartë ato që jo të gjithë i kuptojnë ato, le të themi, se ato ecin me mesazhe, japin nëpërmjet kodeve, japin gjithmonë mesazhe dhe ana imazhit. Po. Tani renditja e mesazheve që të kalojnë pastaj të aplikohen nëpër botë është kjo, që djalli ja jep mesazhet Amerikës Izrael. Kanë ato ndërmjetësat, ato prifrinc. Ja jep atyre mesazhet. Këta tani, ato mesazhet ja kalojnë ja japin Vatikanit. Vatikani i kthen në plane. Edhe ja jep botës islame që t'i kalon në aplikim. Edhe botës islame? Po, ato bashkëpunojnë, janë në bashkëpunim këto. Vatikani me botën islame. Edhe neve na mbajnë si kukulla, na mashtrojnë. Pra ne po them, që thash atëherë, jemi vetëm, si nga ana politike dhe nga ana fetare na kanë shit. Kupton? Liderat ata që komandojnë fet. Edhe kështu funksionon, është kjo treshja, kjo është hierarkia. Edhe pandaj i përdor botën islame që të çfarrosi botën e krishtere. Siç ndodhi ajo në Siri, në para ca ditësh. Jo, pardia ishte kjo. Pardia atje në mesh një të diel atje, u futën atje, i masakruan gjithë. Po nuk e than lajmet, se çfarë ishin ata atje. Than kështu të krishterë në ajër, pa ata ishin ortodoksë valla. Ata duan të zhdukin, sepse ne jemi izraeliri, ata e dinë shumë mirë që ajo që Izraeli humbi e kemi ne tani, ku ka ortodoksi është Izraeli i ri. Prandaj synojnë që do zhduket kjo, se papa nuk merren ata, se është shoku tyre. Ajo që quhet katolicizëm, s'ka lidhje fare. Ose ato që quhen protestant, ata më rënd akoma. Po këta 5 ç'a bëjnë këta 5, ç'a ndërmarrin? Me ç'a merren? Se ajo është pyetja që bën gjithmonë ato njerëz që merren me këtë që thonë jo po i kam parë unë ke vreshat e rushit. Ata arrin aty në Kretë, dhe Kreta atje vazhdimisht ka tërmet, Nuk ka ditë që nuk dridhet ai vend atje, ai ishulli i madh atje, ai guri i madh. Çfarë do thotë kjo? Vetëm tërmet ka atje. Çfarë do thotë kjo? Aty po i jep një shkundje Zoti atyreve atje, që të kupton se çfarë ndodh aty, që është përqendruar esenca e të ligës është mbledhur në atë vend aty. Që aty ata kalojnë ato planet e tyre, që i shpërndajnë pastaj. Ja japin Izrael Amerikës, që shkojnë bashkë, edhe ndodh kjo renditje që tham. Që atje nis. Po këtë tërmeti që ra sot në Shqipëri, ka lidhje me këtë? Që ai tërmet sot? Kjo është i çuditshëm tani, nuk e di lidhjen e kësaj. Se para disa ditësh ti paralajmërove në episodin e fundit që kishim, paralajmërove që do të ketë një tërmet fuqishëm në Turqi, Greqi. Edhe atë mendova madje, ore mos u bë ai i madhi atje dhe neve do na preki dhe ai i madhi që do bëhet në Turqi. Po, prandaj thash. Jo në atë intensivitet, domethënë në atë aq ballë se do bjerë atje. Po patjetër, do jetë pak më. Në do ta kapi bishti këtu. Se aty bëhet fjalë për do e kaloj 8-ën dhe 9-ën. Do jetë i frikshëm fare, kanë për të shumë njerëz atje. Që do jetë artificial.
sigurisht. Do i fusin atë harpin atje, sepse dhe atje duhen ta ndryshojnë regjimit. Se Izraeli është në konflikt shumë serioz me Turqinë. Ata kanë pasur kërcënime serioze atje, do të fshim, do të zhdukim nga faqja e dheut, kanë thënë ata ministrat e Ministria e Mbrojtjes e Izraelit për Turqinë. Do e heqin Erdoganin. Është çështje kohe. Që kemi thënë që do lidhet me me goditjen e centralit bërthamor në Iran. Tani, kush duhet para apo mbrapa, këtë se dim. Pra, ky konflikti midis Izraelit dhe Iranit nuk është mbyllur thua ti, edhe pse Jo, as pak nuk është mbyllur. Ata derisa të shkulin atë regjimin atje nuk të rreqin. Do të shkulet të regjimi, ëh? Patjetër. Prandaj tani po Pra i bie që do të triumfojë Izraeli. Atje po. Në Iran, ëh? Është çështje kohe, po. Po mirë, Rusia këta në Kinë nuk do të futen përderisa Amerika u fut. Po, ata janë futur, po janë në prapasken, thjesht furnizojnë me armatim, duke çuar domethënë forca kështu Po ky armatim. përshkallëzimi që këto të Iranit goditën, le të themi, të bazat e amerikane në Katar. Po. Që reagoi edhe Katari pastaj. Si është këtë? Është pra që mos duket sikur po përhapet shumë ky Irani, pra po e fut nëpër kurthe, le të themi, Amerika. Fiks, ajo është. Po e fut në kurth Amerika. Do të thënë atyre i intereson që Irani t'i bëjë këto goditje. Që dalin prapë te opinioni publik që të shohin njerëzit. Kush është i keq? Ata po hapen apo ne tani na jepni të drejtë. Çfarë do bëna në Iran që ti bim. Do thuash tani se do të lini edhe kjo pyetje. Pse i intereson kaq shumë opinioni publik? Po. Që ta kemë më të lehtë ta pranojnë nesër. Sepse djalli kërkon nga njerëzit që të kërkojnë luftën, ta duan luftën. Ka lidhje me këtë punën e votimeve, do duket si pa lidhje, kjo po shumë me lidhje. Pse na thoshin para sa kohë kur erdhi puna e votimeve dhe thoshin, nuk ka rëndësi për çfarë do votoni. Rëndësi ka që votoni. Sepse duan opinionin publik, duan njerëzit që të vazhdojnë të shpresojnë te shpëtimtarët, te këta të rremat, te politikanët, te ai Trump, te ai Amerikë. Kështu funksionon. Që ti thot djalli i Zotit pastaj shikon, këta e presin shpëtimin jo nga ty, po duan nga këta këtu, këta shokët e mi, që janë politikanët, janë krerët e superfuqive. Pra ne duan opinionin publik, është tip rituali e gjitha kjo. Pra ne po luajmë këtë teatrin tani, që të duket Amerika si e mira, si ajo që do kërkon paqen dhe vendosin mbi botë, por realisht i bën këto lojra nga që do opinionin publik. Që të thon pastaj, po këtë drejt o Amerikë, bjeri tani, që njerëzit ta duan luftën. Po Zoti nuk do luftë, Zoti do paqe. Edhe ti thot djalli pastaj Zotit, shiko, hapu tani i çik, sepse këta duan atë që dua unë. Si do ja thot? Unë du luftën. Si do ja thot djalli i Zotit? A mundet ja thot? Pra, mundet, okay, ai mundet se çfarë nuk pret. I flet vazhdimisht djalli i Zotit e burg. Tani do të çuditen tani këtu. Si flet? I flet vazhdimisht. Edhe i thot, ajo ndodh me çdo person tek ndodhe në rang botror. Për shembull, bëj unë një mëkat, një shkelje, që shkon ndesh me porositë e Zotit, shkon djalli dhe i thot, "Shiko, ai e shkeli porosinë tënde." Kështu që tani tërhiqu çik, që të merr mund me këtë, se ky bëri atë që dua unë, nuk bëri atë që do ti. Kjo ndodhe me rang shtetesh. Këta tani duan luftën, nuk duan paqen që do ti. Tani tërhiqu çik që ta marrën situatën përsipër, edhe djalli ato do, që njerëzit hajnë me njërin tjetrin, coptohen, të vriten. Kështu funksionon. Pra ne duan opinionin publik ta imshën kështu kësaj pjese. Pra ne i thoshin ata, hajde votoni, nuk ka rëndësi për këtë do votoni. Ata nuk e din këtë që të shpjegova tani. Po ashtu i kishin thënë edhe atyreve që nxitin njerëzit të votojnë. Edhe kjo e ka piknisën nga këta të pestët, që zbretin mesazhe tak e arrin deri te ajo që ne shohim televizor pastaj. Oh, votoni. Oh, me kë jeni, me Izraelin, me Iranin. Po me çdo që ti jesh nga këto, nga momenti që ti nuk ka rëndësi ku do pozicionohesh, me Iran apo Izrael, apo me një shtet tjetër, se do futen të tjerë tani avash. Nuk ka rëndësi, nuk duhet të jesh me asnjë. Është pashmangshme thua për pjesën tjetër, për shtetet e tjera, të mos futen, ë? Do futen? Po, do futen. Kush do të futen nga shtetet e tjera tani? Po tani interesa ka dhe Rusia, interesa ka dhe Kina. Tani ndërhyri dhe Kina, se thot kam interesa unë atje. Gjithë superfuqit, nga që i kanë shtrit tentakulat kudo që të prekësh, kanë interesa ata bër. Preken interesa atyre. Po, për çështje interesash. Që të përhapet ajo që duan ata, tani nuk duan ata që ti prishësh punën e atyreve. Ato kanë interesa nafta atje. Edhe nuk duan që të mbyllet kjo. Cili shtet do goditet më shumë nga ana ekonomike në botë? Po
që ka lidhje le të themi direkte me këtë gjë. Tani të goditur nga ana ekonomike janë shumë shtete, po i shteti i parë që është i zhytur nga ana ekonomike, që ka borxhin më të madh në planet është Amerika. Ku di sa triliarda borxhe ka bankave të mëdha. Cilat banka? Bankave të këtyre. Rothschild dhe Rockefeller. Po jemi kjo është le ta themi prapë si duket shumë qesharake. Këto le të themi i kanë po borxh vetes. Po ata Amerika nuk ekziston realisht. Këta që shpikën dollarin, këta që printojnë letra me vlerë, ata i gjenden nga pas atje dhe i kanë zhytur edhe i mbajnë në rrogoz ato që duan ata, interesat e tyre. Ato kalojnë planin e tyre nëpërmjet Amerikës për shembull. Edhe nuk lëvizin dot qeveritë atje kushdo që të vi, sepse i kanë borxh këtyre, bankave të këtyreve. Po. Ata janë më të zhytur nga gjithë, edhe i duhet një luftë që të bëjë një restart. Edhe vetëm lufta i zeron borxhet. Kupton? Intereson kjo pjesë. Pra intereson më shumë. Po. Edhe prandaj duan të sjellin nga ana tjetër duan të sjellin. Po çfarë duan gjithë këtë pasurinë, gjithë këtë pushtet më? Po ato e kanë gjithë pushtetin në dorë burr. Po çfarë kërkojnë tjetër më? Se si i tha ai shefi tyre, gjitha këto do t'i jap, mjafton të më falësh. Ato janë falur, ato i kanë dorë. Po ata duan e kemi thënë janë pangopur dhe duan t'i lidhin njerëzit me metarin më burr. Ata duan të marrin shpirtin e njerëzve. Kur do e kuptoni këtë? E disa vlerë ka shpirti që kemi këtu brenda, që na mban trupin ngrohtë, që kur del ftofet trupi. Çdo që bëhet për shpirtin, po ata kuptoshte, po ti kalosh nga sita të gjitha që ndodhin, bëhet vetëm për shpirtin bëhet. Sepse djalli që komandon këtë botën nuk intereson asgjë. Ai ka gjithë materien, gjithë të botë mëkatare ai e ka në dorë. Nuk se komandon ai, se edhe botën Zoti komandon. Po botën mëkatare, botën materiale, ai e komandon. Ai ka floririn, dollarin, euron, diamantet ai ka. Edhe do që të na blejnë neve me anë të këtyreve, me atë mirëqenien, me atë materien, me ato gjëra. Që ne ti kthehemi materjes vetëm, asnjëherë mos shohim anën shpirtërore. Kjo intereson atyre, shpirtet e njerëzve, dhe përdor këto mjetet e veta. Mi këto 5 veta tani që qëndroj pa tek ajo. Çfarë moshe mund të jenë tani atje? Këto janë zëvendësueshëm, kanë qenë tjerë më para, kanë qenë historikisht apo tani kanë dalë? Jo, ata pasojnë njëri tjetrin, brez pas brezi, edhe nuk duhet lëvizje asnjëherë numri. Duhet të jenë gjithmonë 5. Po vdiq njëri, ata do kurorozojnë një tjetër që plotësohet pra 5. Kush i zgjedh to? Po ai tjetri i zgjedh. Ai shefi këtyreve i zgjedh. Shikon ai kush është më shpirtziu. Po çfarë këto Rothschild dhe Rockefeller dhe këto që janë më të pasur që njohim ne ose që na thuhen ne. Këta menaxhojnë këtë pjesën e materiale. Që ja japin këta. Po këta pse s'kan mundur që të shkojnë të jenë atje një nga të 5-t? Ku shkojnë? Në Kretë, që të jenë atje një nga këto të 5-t. Po shiko, ato janë, siç sa thash, këta janë menaxhuesët e kësaj botës materiale. Rothschildin e kanë vendosur në Angli, Rockefellerin edhe bankierët e tjerë i kanë në Amerikë, domethënë kanë ndarë 2 gjysmat e botës, i komandojnë që ne. Këta thjesht japin urdhra. Kurse këta konet e vogla që quhen gjëra sikur janë të mëdhenj këta, menaxhojnë situatën. Do bëni këtë, do bëni atë. Do zhysni në borxh filan shtet që ta keni në dorë. Do vendoset ky qeveritar atje, se ky na bën punë neve. Se i din ato edhe çfarë ndodhin në Shqipëri për shembull ato 5? Po Shqipëria, ata din edhe centimetrin më të vogël botës. Shqipëri se kanë as majt gishit vogël. Din ato, çfarë do dëgjoj? Din ato që u zgjodhi Edi Rama tani për herë të katërt kryeminist për shembull? Por ata e zgjodhën Edi Ramën në burr. Jo, tani ata thjesht japin një kështu kush na bën punën, japin raportimet. Ai është kështu sepse ai e çoi në mënyrë të suksesshme. Po nëse ka bën dikush nga këta që këta kanë shërbëtor ose që janë në krye të detyrës. Nëse ka bën gabim për shembull në zgjedhjen e Edi Ramës. Nëse kthen pllakën në një nga ato zgjedhërit të tyre, edhe fillon të mendoj për popullin. Ekzekutim direkte, ose aksident, ose i rasi me në Hamburg, i kalbin aty brenda. Kush edhe nga këta që shohim neve që i kanë futur në burg, Eri, Ilir Meta këta kanë përshtypjen se këta kanë kundërshtuar atë sistemin e këtyreve. A thua? Prandaj kanë futur aty brenda, se i ka ardhur deri këtu dhe thotë i ka burr tani. Këtë gjë që nuk e thotë Edi, është shumë ushtar i besnik. Po Edi, po dëgohet një version tjetër tani, së fundmi që me fitoren për herë të katër ka marrë të poshtë. Ka marrë atë pjetën për të rënë. Madje të billë me turi thon, ka më vra keq.
Me idenë që do të humbi shumë gjëra. Ajo do ndodhi herët apo vonë, sepse çfarë nuk ka bekim nga Zoti është me afat skadence do bjeri. Po pse mendon ti se s'ka bekim nga Zoti? Ndërkohë që ai citon her pas here Biblën, Kuranin. Ai është kameleon bur. Ai përshtatet sipas ngjyrave. E ke parasysh kameleoni që është në xhungël atje, po pati gjethe jeshilën s'fond bëhet jeshile ose blu bëhet blu. Ai përshtatet. Thot ty ato që do dëgjosh ti, i thot atij ato që do dëgjoj ai. Siç ishte dikur kohën kur kaloshin pushtuesit nga Shqipëria. Kishte e zyra ai Joni këtu, ai krye partizani, kishte vendoste herë duçen, kur vishin nazistat vendoste Hitlerin, që jemi me ju. Kështu bënte këtu sot. Përshtatet. Do dëgjosh këtë ti? Po. Do dëgjosh këtë ti? Po. Je krishter, jam musliman, je katolik, jam ebre. Për sa kohësh kanë ekzistuar të 5 vetat? Këto kanë ekzistuar që në kohën kur u vra Mesia. Këtu e 2000 vjet i ke aty. Trashëgojnë vazhdimisht atë planin, kanë agjenda të mëdha. Po të nuk kanë ajë për plasim njëri tjetrin? Jo, janë të 5 shpirt ligjit më të mëdhenj që ekzistojnë. Po dikush nga këta për shembull e thret ndërgjegje ose devion nga ajo rruga e tyre që kanë zgjedhur ata. Çfarë ndodh me? Nuk pajtohen me ndërgjegjen ata. Këtu ke edhe njerëz që janë thjesht që i shikojmë neve që çarkullojmë midis nesh, s'pajtohen. Që i ka vdek ndërgjegja. E jo më ata që janë burimi i vdekjes së ndërgjegjes. Po gjithmonë bien dakord me njëri tjetrin ata? Nuk kanë kështu keq kuptime, gjëra përplasje? Janë shumë dakord në ata liksin e tyre. Nuk duan t'ia dinë ata po ti shohësh ata mund bish nga frika, pusho zemra. Janë kështu të frikshëm fare. Janë frikshëm, a? Janë disa njerëz ku kanë arritur në një shpirt likësie aq të madhe, vetëm që vjen kontakt me shikimin e tyre ti rranqetesh ata. Ashtu ë. Pse edhe në pamje le të themi janë frikshëm ata kur i shef? Po kur shikon dikë dhe në pamje duket gjendja shpirtërore e dikujt. Pasqyron. Prandaj është ai që themi që syt janë pasqyra e shpirtit. Këto janë. Ti do të takoje ato Alex? Jo, la që ti takojnë ata më bur. Ja të frikshëm më bur. Ç'pun kam me ata unë? Unë do të shoh fytyra të paqshme, bur, fytyra që duan të mirën. Pse s'do ti takosh? Po ç'a më lidh me ata më? Ti thuash ato si është shëri të vërtetën. Që ishin dorë nga pisliqet? Po. Po ku pyesin ata më bur? Ata kanë vendosur, ata janë të para që ja kanë shitur shpirtin djallit. Siç kanë bërë dhe shumë rockstara që të kenë lavdi. Edhe bën pakte me gjak, me një letë të bardhë. Nuk do dojë të takoje shpëtoje botën për shembull nga ato 5? Që ti flisë atyre që të pendoheshin do të shpëtonin? Ose të bëhet diçka tjetër. Nuk bëhet. Jeshive të them një rast. Kemi pasur një shaktor. Kot po flasim ne këtu? Po ne po flasim për ata. Ata harrojti. A pse thuaj që ka përçku ky emision tek ata? Jo, nuk ka përçku. Po edhe po shkojmë ç'a, o çuna, hajde në ditë keni. Ishte një shenjtor Joni 94-s ndroi jetë këtu në 1994, edhe ky tha do lutem një javë për demonët. Sepse i vinte keq burr, se dikur ishin angjë të dritës ata. Që të ktheheshin në si gjinaf. Ata ishin para se në shijoni lavdin tani janë bos katër tani dhe ecin kështu. Bargazi, në materie. Se çojnë kokën. Një javë duke lutur për ata. Kur plotësoi të një javshin, aty jashtë qeliz vet ku po ndodheshe, se kjo s'kena ndodhur në Malçenj. Është përballë Selanikut. I doli një kokë qeni në ajër, nxori një llap, ja bënte kështu. Po ashtu ndodhi se e përshkruante librit e biografia e tij. O budalli tha. I tha këtë mungu që po lutesh, o budall, tha, pse po dua unë, nuk them atje tha. Po nuk dua tha. Po pse si kërkoni falje Zotit tha. Ne ti kërkojmë falje atij, ai na kërkoi faljen neve thoshte. E di çfarë arrogancë kanë ata, di si janë ata më por. Kështu janë këta të pesët. Ku duan të kthehen ata më por. Demonët e dinë që kanë për të përfunduar ferë por. Se e thotë libri. Kanë bërë kontratën vet. Po, se e thotë libri i zbulesës, gjithë shkrimin e shenjtë dinë ata përmend, që ata janë teologët më të mëdhenj, po zinin interpretimin. Aty e thotë që ata ferri është përgatitur për ata. E dinë që kanë për të shkuar atje. Dhe prapë insistojnë që të marrin sa më shumë njerëz, që ti kenë ngushëllim atje poshtë, që ti thon Zotit, shiko tha, ata që ishin të tut, ne i morëm me krahun ton, edhe në një farë mënyrë që të marrin hak ndaj tij. I duan si ngushëllim në përjetësi në ferr bashkë me ata. Ku do ketë më shumë njerëz, në ferr apo në parajs? Fatkeqësisht në ferr. Është trishtë që po e them, po aty ka pat më shumë.
Edhe këta përdorin gjithë këto mjetet e tyre duke filluar nga këta të pestët e zbret pastaj ajo zinxhiri që thash edhe përhapet nëpër botë që të kapin njerëzit, ti fusin nga atje të zhysin. Po si mund të largohen këto të pestë? Duke u larguar ne? Si mund të largojnë këta të pestët, si mund të largojnë luftrat, si mund të largojnë gjithë të zezat që po ndodhin në botë, vetëm po u kthyem te Zoti, ja tham deri në fundit, po ndodh kjo gjë. Kjo ka për të ndodhur vetëm, se shiko tani, ka dy mënyra që të anullohet gjithë e keqe që ndodh në botë. Ose të pendohesh, ose të shkatërrohet komplet. Që quhet zemërimi i Zotit. Se kjo që ka për të ndodhur kjo lufta e tretë është zemërimi i Zotit quhet. Se po do donte nuk e lejonte. Po ka për ta lejuar. Nuk është se e bekon, po do e lejoj. Po tërmetet që ndodhen, ajo është po zemërimi i Zotit? Po sigurisht zemërimi i Zotit është. Nuk bie as i gjethe nga pema, sado që të bëhet kaf, po nuk desh ai. As një fije floku nuk bie. Ai kanë kontroll gjithçka. Po e lejon të keqen të ndodhi, që të vim në vete. Është një tip shpulli që na jep. Edhe njerëzit do kthehen kur të ndodhi kjo lufta e tretë, aty do pataksen fare njerëzit, ata që do mbeten. Se pjesa më e madhe ka për tik. Aty do vinë vetë njerëzit. Do dalin nga kjo dehja që po diskutonim. Atëherë do zgjohen. Ku besonim ne mëlla? Ku shpresonim ne mëlla? Te lekët, te politikat, te superfuqit. Atëherë do pendohen, do e kuptojnë. Edhe do kërkojnë të dinë kush është Zoti më burr. Atëherë do kthehen tek ai. Duhet vi kjo shkatrim mirë, pastaj do kuptojnë. Fatkeqësisht. Se po t'ia thush tani nuk do e marrin parasysh. Ja këta që po them tani nuk e di se do e marrin parasysh. Sa kohë kanë që jetojnë në Kretë ata? Kreta nga zgjidh që në fillimet ata? Jo, s'besoj se kanë zgjedhur që në fillim. Por e zgjodhen me kalimin e kohës që të kenë aty. Ti je sigurt që janë akoma në Kretë? I sigurt nuk jam nëse janë aty akoma, por kur e dëgjova për herë të parë, këtë, shiko, që ta dini që se kam marrë nga interneti, këtë e dëgjova nga një shëntor që ka ndruar jetën 2019-ën. Ky është i papar. Një nga më të mëdhenjtë kohës tonë, ky i 2019-s, Sune Fremi. Ky ndërtoi shumë manastir në Amerikë, edhe në Kanada, në Arizonë. Edhe ky kishte parë këta. Ky tha që ata janë shumë të fortë, tha. Ku i ka parë atë? Pa i udhëtonte. Udhëtonte kështu, mund të qëndronte këtu, po udhëtonte me shpejtësi mendje nëpër cepat e botës. Ky ndark ti them mos i them këto gjëra. Po thuaj më vallë, morën vesh në gjëra se nuk. Po janë çik të rënda këto, janë të forta, nuk mbajnë, nuk. A nëse merrni si doni. Ky ndark shkonte në parajs e mëngjes ktheheshin në tokë, domethënë. Kupton? Aq niveli i lartë shpirtëror ishte ky. E çfarë thoshte? Ky kishte thënë dhe që kur të ndodhin ato katastrofat atje në Amerikë, tha, i kishte bërë thirrje njerëzve, se Amerika do përsojë dëm shumë të madh. Hajdeni tek këto manastire që kam ndërtuar unë, kanë ndërtuar 20 manastire, i ka përhapur që atje ishte errësirë totale. Ky shkoi çoi dritën atje. Hajdeni tek këta 20 manastire që i kam, strehoni atje, s'ka për gjuzon asgjë, tha. Do lutem unë për ju. Edhe mi që u bëri këtë thirrje se të paktën ka një lloj siguri ata njerëzit atje që e dinë. Ata që se dinë do presin të shpotoj Trumpi. Ta hajnë gjithë bashkë. Shkojnë atje. Ku duan ata. Ky kishte para këta dhe ata tha të pesët janë shumë të fuqishëm, tha. Janë të mërësisht fuqishëm. Ata kanë demon të mëdhenj burr. Ata njerëz si ne. Po komandohen nga general, se edhe demonët kanë hierarki. Janë 1000-shët, 100-shët, që një demon komandon 1000, një tjetër komandon 100. Ka të vegjël, ka të mëdhenj, ka të mesëm, kanë dhe ata pushtete të ndryshme. Ata femra apo meshkuj, të pesë drejtuesit? Jo, janë burra këta të pesë. Burra të pesë, ë? Po, gjithmonë burra janë. Janë të martuar? Nuk merren me këto gjëra që merremi neve. Jo, Jo, martesa është dhurat që Zoti ka thënë martohuni, shumohuni, shtohuni. Ata nuk merren me këto gjëra. Ata e godasin martesën. Prandaj ata e shpikën këtë punën e lëvizjes LGBT-ra, këto gjëra që të goditet familja. Ata ishin brapa plandemis që deshin me vaksinu njerëzit e me shkatru, me ja ndryshu ADN-n. A mendon ti që me ditë në Kretë të shohim ku janë? Po tani tani me provoku fatin tat. Pse duhet të shkosh për ata? Kreta ka vende të shenjta atje, pse duhet të shkosh për ata? Po shiko, atje në Kretë ndodhi edhe diçka shumë e rëndë në 2016-ën. Po, prandaj bëra edhe pyetjen pse kanë zgjedhur Kretën. Atje në Kretë
në 2016 atje u tradhtua Zoti shumë fuqishëm. Aty e rikruqizuan Zotin aty në 2016. Se që ndodhi? U mblodhën këta patriarkët dhe episkopët tanë atje, edhe firmosën disa gjëra që nuk duhet t'i bënin. Aprovuan disa gjëra që nuk duheshin aprovuar. Aprovuan këto pseudo-krishterizmat që quhen papizëm, protestantizëm. U aprovuan atje se kur janë dhe ata okej. Ata s'janë okej. Okej jemi vetëm ne ortodoksët. Edhe ata që janë përfaqësuesit tanë thanë që edhe këto, edhe papa është okej. Po papa është shërben djallit atë, si që ka okej. Është shoku jonë dhe ai, edhe ata krishtin kanë. Jo shoku, ata s'kan krishtin, ata kanë antikrishtin. Vatikani. Për atë punon. Se Krishti tha mbretëria ime nuk është për kësaj bote. Vatikani është mbretëria e kësaj bote. Kanë ushtri, kanë banga, kanë ambasada. Është i veshur me flori tavani atje. Si i shkoi atje Maradona dhe i tha, se janë me atë Franceskun, si ishin në Argentina së dy, po bënte atë filantropin papa, ishte po e bën tani Trumpi që do vendosë jarë pushim. Francesku, asa keq tha, më vjen për ata fëmijët e Afrikës që s'kan të hanë. Po, Maradona pisan për vete. Edhe i tha, shit gjysmën e këtij tavanit këtu dhe zgjidhe problemin e Afrikës. Është pushtet i kësaj botës, është materie. Edhe atje kur u mblodhën këta krerët tanë, si ishte takim vetëm liderëve ortodoks, kokave, patriarkët, kryebeshkopët, firmosën që Vatikani është i krishterë. Janë okej me ne. Është tradhti që bën ata. Edhe ajo e zemëroi shumë Zotin. Edhe që atëherë që në 2016 deri sot aty vetëm po shkundet. Përmet, Po. Të mi ato duke ditë që po shkundet për shkak të këtyre edhe që kanë tradhtuar Zotin. Pse nuk largohen nga aty ato, t'ikin vend tjetër, që mos i kapi Zoti. Po, prandaj thash kur më pyete nëse vazhdojnë të jenë aty, ata vazhdimi nuk e di a janë aty akoma. Mos kanë ardhur në Shqipëri. Po që qëndron kjo? E di pse qëndron kjo? Sepse po të shohim, e kemi thënë edhe një herë tjetër, shumë interesim po tregojnë këto çifutët e vëlla, po duken në ardh, kanë bler gjithë jugun në burr, po blin jugun. Çifutët? Kanë kap sipërfaqet më të mira, më të bukura, më të natyrshme, po i blejnë. Po ja shet ky vëlla. Pse ja vunë flakën himarës tani para ca ditësh atje? Mos do të bëj një rafshë edhe të fillojnë ndërtohet në gjë atje pastaj edhe të shitet dikujt. Kur edhe Greqin po e djegin. Arrim mos fol mos e kanë ardhur tu, na vin tu pastaj, na vin afër fare. Ato e duan Greqinë dhe Shqipërinë. Sa të vinë ato. E kanë shumë fiksim Greqinë dhe Shqipërinë ata. Edhe Shqipëria? Të dyja këto vende janë vendet më perfekte që s'ka në asnjë vend të botës. Ne kena qenë një dikur. Edhe na mbajnë të përçarë, na kanë futur atë urrëtin që neve t'i urrejmë, sa dëgjon grekët aktivizohet ajo grek. Na duan të përçarë se kemi ecur 5000 vjet bashk. Kemi një gjak me ata. Nuk e them kështu në formë romantike. Një gjak, një ADN kemi me ata. Por nuk janë interesuar shumë, është hedhur shumë para që neve të jemi të urryer me ata. Për ça dhe sundo, ajo është aplikuar. Dhe shumë po t'ja thush këtë, ky është grek, ky është anti-shqiptar. Jo më shoku, unë duhet të them atë që është e vërtetë, që atë që është realitet. Po të shohin çik histori, pa këto gjërat, këto fiksime, këto që na kanë futur në kokë, 5000 vjet bashkë kemi ecur. Edhe këta të qind nuk e duan kur atë bashkimin që duhet, siç kemi qenë dikur. Që timi të dobësuar. Kanë vendosur një qeveri tradhtare anti-shqiptare këtu, kanë vendosur një qeveri tradhtare anti-greke atje në Greqi, që ti të coptohet nga brenda atje, të coptohet nga brenda këtu, propagandë mediash atje, propagandë mediash këtu, të urrejmë fanatizëm nga grekët për shqiptarët, fanatizëm nga shqiptarët ndaj grekëve, edhe na kanë futur ta i kallopi ku duan ata. Ndërkohë që neve me ata jemi vëllezër një gjak me tik truni, po nuk ashtu është. Prandaj ata të pesat që ke ose në Greqi, edhe nëse kanë vendosur që të ndryshojnë pozicion, ose në Shqipëri. Ikin në Shqipëri. Nuk dal mëni nga qendra, të morën pyetje se mos na dalën ditë aty. Jo, duan vende malore ato kështu. Jo, duan vende malore? Malore, mes të natyrës, që të bëjnë ato rituale, detyr mos i shoh një larg shikime, larg syve, ku ka banesa, fshatra, nuk janë aty ata. Që po ta mendosh mirë tani me këtë tërmendjen e fundit që ka rënë në Shqipëri, kam përshtypjen janë tu i thithë to, dhe si po përsëritin shpesh to. Po jo, është fikse lidhja ajo. Ky tërmeti këtu. Sepse tani nga Kreta po u shkuncin vazhdimisht, mos kanë lëvizur tani këto dhe toka po thot tokën e ka bërë Zoti. Ku ikim ne Alex, çfarë do bëjmë? Si çfarë nga këta? Për ta mbyllur tani gjithë këtë pjesë.
Vetëm nëse je në aleancë me Zotin, vetëm ai është më i forti që këtu ja bën një kështu dhe i çorron fare nga faqja. Njerëzit nuk kanë durim valla të presin derisa të reagojë Zoti. Jo, Zoti reagon për ditë, po mos reagonte për ditë ai e kishin bë këtë botën ata se surati shefi tyre. Ai po e mban këtë, po e frenon situatën. Megjithëse e kemi shkelur, aty ku s'mban më, ai na do aq shumë neve saqë prap thot po i jap kohë ose të paktën të keqin për sjell gradualisht. Që mos pushon ai zemër direkte, po të vi direkte. Gradualisht po e sjell. Neve nuk duam që të kthehemi tek ai, se dëmi është bërë. Na kanë bërë si veti atyre të ecim barkazi vetëm në materie, mos ta çojmë kur kokën aty lart. Edhe kështu do bëjmë këto pasojat. Nuk doni qielli, nuk doni Zot, nuk doni krijuesin, nuk doni atë që erdhi dhe u sakrifikua, se ai nuk tha vetëm fjalë. Ai e bëri dhe vepra. Hapi krahët në kryq, e tha ju përqafoj gjithë dhe hajdeni. Jo, këto nuk duam tek ai tjetri që i han. Mi shkoni atje. Miq, kjo është e gjitha. Folëm pak gjatë. Uroj që të mirën e më të mirë. Edhe për sa i përket 5 personave që drejtojnë botën sot, jo ata që sot fliten Rockefellerët e Rothschild e këto tjerët. Ndoshta mund të keni edhe në Shqipëri. Hapni sy të mirë, me kë rrini, me kë jetoni, me kë shoqëroheni dhe bëni kujdes për veten tuaj dhe për gjithë ata që ju rrethojnë. Kujdesi gjithmonë. Ju përshëndesim. Vazhdoni me pyetje, komente që të jemi sa më afër jush.